Gjithmonë duhet të kemi parasysh se vetëm Kurani i Shenjtë është ai mësim që do të na mundsojë suksesin e jetë. Me kushtin, nëse e ndjekim këtë mësim dhe nëse përmes këtij përpiqemi të afrohemi Zotit të Madhërisëm. Në një rrëfim që vjen nga Hazrat Abu Musa, përmendet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: shembulli i besimtarit që lexon Kuranin dhe e zbaton atë është si ajo frutë që ka edhe shije të mirë dhe ka edhe aromë të këndshme. Shembulli i besimtarit që nuk e lexon Kuranin, por e zbaton atë, pra dëgjon andej këte disa mësime të tij dhe i zbaton. Thot, është si ajo hurmë që ka shije të mirë, por nuk ka asnjë aromë. Kurse shembulli i hipokritit që vetëm e lexon Kuranin është si ajo bimë që ka aromë të mirë, por shijen e ka të keqe. Dhe shembulli i hipokritit që as nuk e lexon Kuranin është si ajo frutë që edhe shijen e ka të keqe dhe edhe erën e ka të keqe. Kështu, ky hadith na shpjegon se ne edhe duhet ta lexojmë Kuranin e Shenjtë, edhe duhet ta zbatojmë atë. Kur do të veprojmë kështu, do të jemi si fruta që kanë aromë të këndshme dhe që janë edhe të shijshme. Sa shembull i bukur që nga ky.